Dështon mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës e parashikuar të mblidhej këtë të hënë të 28 prillit. Mbledhja nuk u arrit të mbahej për shkak të mungesës së kuorimit. E parashikuar të nisë në orën 10 të paradites, mbledhja po vonohej për shkak të mungesës së këshilltarëve. Mungesa kishte si nga majoranca socialiste, ashtu dhe nga opozita. E megjithëse një mbledhje e rëndësishme për shkak të disa projekt vendimeve të rëndësishme dhe me interes të lartë publik, ekonomik e social, shumica e këshilltarëve nuk e vlerësuan si të tillë, duke mos patur madje as respektin për qytetarët e duke bllokuar punën e bashkisë. Këshilltarët bashkiak që munguan në këtë mbledhje vërtet mund të jenë të angazhuar në fushat, pasi një pjesë janë kandidat për deputet, por nuk duhet të harrojnë detyrimet ligjore dhe morale që kanë ndaj qytetarëve dhe qytetit e mbi të gjitha angazhimin që kanë në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Këta që po ndiqin në ekran janë këshilltarët që morën pjesë në këtë mbledhje e që u treguan korrekt ndaj detyrës së besimit që u është dhënë nga vota e qytetarëve. Pas 40 minuta shpritje, vetëm 23 këshilltarë ishin në sallë nga 26 që duhet për të zhvilluar mbledhja. Në këtë kushte kryetarja e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri njoftoi shtyriën e mbledhjes për 24 orë, çka do të thotë se Këshilli është parashikuar të mblidhet të martën. Mirëmëngjesi. Fillimisht më lejoni të falenderoj gjithë këshilltarët e pozitës që ndodhen aktualisht në sallë. Në këtë moment kemi 23 këshilltarë të partisë në pushtet, socialiste. Në mungesë të anëtarëve të tjerë të këtij këshilli dhe në mungesë të kuorumit të nevojshëm për kalimin e këtij rendi të ditës, njoftoj mbledhjen e këshillit ditën e nesërme. Faleminderit. Në orën 10 shtyhet mbledhja për ditën e nesërme. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2025, pika 2 e rendit të ditës. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin mars 2025. Në pikën 3, projekt vendim për miratimin e tavanëve përgatitor të ardhurave dhe shpenzimeve për llogaritjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2026-2028. Një tjetër çështje e rëndësishme ishte po ashtu edhe pika 4, projekt vendim për miratimin e marrëveshjes për pagesën me koste të detyrimeve të prapambetura për taksën e ndryshimit, pastrimit, gjelbërimit, si dhe taksës së pasurisë për kategorinë familje të agentit shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Vlorë. Gjithashtu në këtë mbledhje Këshilli Bashkiak ishte parashikuar të diskutojë e më pas të miratojë projekt vendimi për miratimin e listës përfundimtare dhe të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Vlorë të qarkut Vlorës, si dhe projekt vendimi për miratimin e marrëveshjes operacionale ndërmjet Bashkisë Vlorës dhe shoqatës TIT Vlora. Do të diskutojë po ashtu e miratoj edhe projekt vendimi për përcaktimin e përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë në bordet e institucioneve arsimore publike dhe jo publike. 3 pika të tjera ishin gjithashtu të rëndësishme e lidheshin me miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës dhe shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Vlorës në banesat e Fiqiri Rapaj, Arqilegjini, Margarita Elezit. Ndërsa në pikën e fundit do të diskutojë për problemet e ndryshme që kanë banorët sipas zonave që mburojnë këshilltarët, por më shumë se gjysma e këshilltarëve bashkiak mungojnë në këtë mbledhje, duke mos respektuar detyrimin ligjor dhe angazhimin që kanë marrë, por edhe detyrën ndaj qytetarëve që i kanë votuar për të përfaqësuar në Këshill. Aq më shumë se këtë të ëndë do të miratohej ndihma ekonomike për shumë familje, si dhe individ në nevojë, si dhe dëshpërblimi financiar për 3 familje, të cilave u janë djegur banesat.